Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk beson se do të jetë e nevojshme ndërmarrja e një misioni për kapjen e presidentit rus Vladimir Putin, duke theksuar se konflikti në Ukrainë mund të marrë fund përmes negociatave politike. Gjatë një takimi me përfaqësues të kompanive të naftës, Trump u shpreh se ka pasur gjithmonë një marrëdhënie të mirë me liderin rus, por pranoi se është i zgënjur që lufta nuk është mbyllur më shpejt siç e kishte parashikuar më herët. Sipas tij, konflikti me Ukrainën është një nga ato që mund të ishte zgjedhur relativisht të lehtë. Trump foli për pasojat e rënda njerëzore dhe ekonomike të luftës, duke përmendur shifra të larta viktimash, veçanërisht nga pala ruse. Ai deklaroi se vetëm gjatë muajit të fundit janë vrarë rreth 31.000 persona, shumica ushtar rus, ndërsa theksoi se ekonomia e Rusisë po përballet me vështirësi serioze. Sipas vlerësimit të tij, Vladimir Putin nuk ka frikë nga Europa, por nga fuqia e Shteteve të Bashkuara në drejtimin e tij. Trump la të kuptojë se Washingtoni mbetet faktor kyç për arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme të konfliktit. Ndërkohë, Britania e Madhe ka njoftuar se paketa e re mbështetjeve ushtarake për Ukrainën, Londra do të mbajë 200 milion pound për përgatitjen e mundshme të dislokimit të trupave, modernizimin e mjeteve ushtarake, përmirësimin e sistemeve të komunikimit dhe forcimin e mbrojtjes kundër droneve. Ministri britanik i mbrojtjes John Healey deklaroi në Kiev se këto fonde synojnë rritjen e gatishmërisë ushtarake, ndërsa njoftimi erdhi vetëm pa kohë pasi Rusia lëshoi një raketë hipersonike të tipit Oreshnik, veprim që aleatët evropianë e cilësuan si përpjekje për të friksuar ata dhe për të rritur presionin ndërkombëtar.